Jo vetëm pa ujë për banorët e Vlorës prej disa muajsh po mbyten nga tymi toksik I fushës së mbetjeve urbane në lagjen 24 Maj në qytet. Edhe mëngjesin e kësaj të enjteje, fusha e plerave që ndodhet në qendër të qytetit u përfshi nga zjarri, duke shkaktuar ndotje të madhe. Si pasojë e zjarrit, rreth e dendura të tymit kanë mbuluar të gjithë zonën përreth, duke shkaktuar shqetësim tek banorët. Zjarrfikësit shkuan në vendngjarje për të shuar flakët dhe parandaluar përhapjen e ndotjes. Ende nuk zhbërej qartë se cili është shkaku I zjarrit, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet. Kjo është hera e tretë brenda muajit qershor që fusha e mbetjeve në Vlorë përfshihet nga zjarri, duke ngritur shqetësime për menaxhimin dhe sigurinë e kësaj zone. Teksa zjarrfikësit punonin për të shuar flakët në fushën e mbetjeve, disa qindra metra më tej, një fushë ilegale mbetjesh por edhe me bimësi u përfshi nga zjarri. Flakët përfshin një zonë midis pyllit të Sodës dhe Zvërnecit, duke djegur shkure dhe pisha. Një banor I zonës ngriti dyshime se flakët janë të qëllimshme dhe vijen për të hapur toka, ku më pas pritet të ndërtohen resorte. Për mos bërë plazhët e pishat poshtë, I vunë flakën në Zvërnecit. Ja ka vënë qëllimisht. Edhe më para ja vunë aty për të marrë tokën. Po. Torp të vi. Paraprakisht dyshohet se zjarri mund të jetë I qëllimshëm, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbuluar shkakun.